Erion Dogovelli, faturisti OSHE-s, është liruar nga qelia pas ndalimit nga ana policisë e Elbasanit për shpërdorim të tyre në lidhje me një shtëpi bari të gjetur në Peqin në pronësi të vëllait të drejtorit të burgut të Rogozhinës, Bilal Hasa. Faturisti ka deklaruar se në atë banesë nuk jeton të njëri, ndërsa ka treguar se ka dashur të marrë kontakt me Romario Hasën, pronaren e saj, por nuk ka arritur të gjejë një numër telefoni. Puna ime konsiston me leximin e sahateve matës të kabinave elektrike, e cila fillon nga data 23 deri me datë 2 të muajit tjetër. Deklaroj se i kam kontrolluar sahatet në fshatin Kurtaj, nuk kam hasur problematika përveç disa shtëpive dhe një pularie që kanë qenë të mbyllur, nuk kam marrë kontakt me njëri te ky objekt dhe me sa mbaj mend është në emër të Romario Hasës. Hera e fundit ka qenë në datën 1 mars 2026, ku e kam gjetur mbyllur dhe nuk kam marrë kontakt me asnjëri. Ky abonent paguante vetëm 340 lekë të reja pasi ishte mbyllur, vetëm vlerën e kontratës. Ora News ka siguruar dhe dëshminë e drejtorit të burgut të Rogozhinës, Bilal Hasa, i cili tregon se banesa nuk përdoret nga ai, por nga i vëllai Romario. Unë kam qenë rrugës duke shkuar për në qytetin e Tiranës për një trajtim në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe pa mbërritur kam parë në telefon nga rrjetet sociale se çfarë kishte ndodhur dhe menjëherë jam kthyer dhe jam paraqitur në drejtorinë e policisë Elbasan për të sqaruar rrethanat, pasi nuk kisha lidhje me situatën apo lajmet e shkruara. Dua të sqaroj se banesat dhe magazinat që ndodhen aty kanë shumë kohë që nuk frekuentohen nga prindërit e mi dhe nuk banohet nga njëri prej gati 10 vitesh. Dua të shtoj se unë banoj në qytetin e Elbasanit së bashku me bashkëshorten dhe 2 vajzat e mia e nuk kam dijeni se çfarë ka ndodhur atje. Me datën 19 mars, policia e Elbasanit zhvilloi një operacion në Peqin ku në një magazin u konstatua një ambient ku kultivoi kanabis sativa. Në gudin janë gjetur mbetjet e kanabisit të vjetra, që rrit dyshimet se shtëpia e barit funksiononte prej kohësh dhe 4000 rrënjët e gjetura nuk ishin mbjellja e parë. Shtëpia e barit furnizohej dhe me energji me një transformator me një kapacitet të lartë, i mjaftueshëm për furnizimin me energji të një lagje të tërë, por që në fakt ka dyshime se ishte vënë për të ushqyer kultivimin e kanabisit përmes llampave të posaçme. Për këtë ngjarje në kërkim vijon të jetë Romario Hasa si dhe 2 përgjegjësit të OSHE-s për zonën e Peqinit.